Mbyllja e negociatave të antarësimit për të gjithë kapitujt brenda vitit 2027 dhe nisja e procesit të antarësimit një vit më pas janë angazhime që qeveria Rama 4 ka vendosur në programin e 4 vjeçarit. Në dokument thuhet se parashikohet që vendi të nënshkruajë traktatin e antarësimit në BE deri në vitin 2028 dhe më pas të mundsojë ratifikimin në parlamentet kombëtare të vendeve anëtare. Antarësohemi plotësisht në BE brenda vitit 2030. Duke siguruar akses të barabartë për qytetarët dhe bizneset në tregun e përbashkët, thuhet në dokumentin prej 55 faqesh. Për këtë, do të realizohet harmonizimi i legjislacionit me atë të BE, duke përdorur inteligjencën artificiale, që shkurton 2/3 e kohës. Po ashtu, në këtë periudhë vendi do të përthith 1.25 miliard euro në 5 vitet e ardhshme përmes programeve RGF dhe IPA3. Shqipëria do të ketë rritje të pranisë në institucionet e Unionit si vëzhgues dhe duke integruar ekspertët tanë në strukturat vendimarrëse. Angazhim do të ketë dhe në forcimin e administratës publike dhe tek ekipi i negociatorëve, si dhe ndërgjegjësimi për publikun për përfitimet e antarësimit, ku qytetarët e bizneset do të përgatiten për akses të plotë në tregun e përbashkët evropian.